3 persona kanë mbetur të plagosur me thikë mbrëmjen e së martës në qytetin e Bulqizës. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:30, ku dyshohet se pas një konflikti të çastit janë konfliktuar fizikisht shtetasit QB, AT dhe DH, të cilët janë shoqëruar menjëherë nga shërbimet e policisë në ambientet e Komisariatit të Policisë Bulqiz për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Rreth orës 21, në ambientet e jashtme të një lokali, janë mbledhur familjarët e shtetasve të shoqëruar në komisariat, ku shtetasit JC dhe YSH janë konfliktuar fizikisht me shtetasit RD, AK dhe RT. Si pasojë e këtij konflikti, kanë mbetur të dëmtuar, dyshohet me mjete prerse, shtetasit RD, AK dhe RT. Shërbimet e policisë po krehin zonën, me qëllim kapjen e 2 autorëve të dyshuar të kësaj ngjarjeje, shtetasve JC dhe YSH. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.